Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat. Në fakt e prisja sonte në shtëpinë e Big Brotherit të diskutoheshin për shembull deklaratat goditëse kundërdrejt Elionës që i dha Labinot Rexha. Domethënë Labinot Rexha i tha Elionës që ti meriton një cucëll 20 centimetershe apo një cucëll të djalit tim 20 vjeç, domethënë që është shumë e ulët në fakt për ta thënë atë fjalë dhe ne e dim se çfarë konotacioni merr kjo fjalë e thënë nga Labinot Rexha, domethënë del krejtësisht nga konteksti, por u diskutua më së shumti marrëdhënia e Elionës edhe banorëve brenda në shtëpi, konkretisht pëlqimi i saj kundërdrejt Klodianit. Domethënë Eliona e ka shprehur më publikisht që ka një pëlqim kundërdrejt Klodianit, nuk më duket në fakt diçka shokuese. Unë mendoj që çdo femër ka të drejtën të pëlqejë një mashkull derisa i ja jep mundësinë, dhe në këtë rast domethënë Klodiani i ka dhënë Elionës mundësinë duke mos folur dhe mos treguar për raportin e tij, domethënë ai raportin e tij me të dashurën e ka lënë në pikpyetje, por unë më së shumti doja t'i jap vëmendje diskutimit dhe ofendimit të dhënë nga ana e Labinot Rexhës kundërdrejt Elionës, domethënë një gjuhë që realisht nuk duhet përdorur në asnjë lloj mënyre brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe brenda këtij formati kaq të ndjekur. Domethënë gjuha e tij ka qenë një gjuhë shkatërruese dhe një gjuhë tmerruese që në fakt ka përdorur kundërdrejt Elionës. Ndoshta në prajmin e radhës mund ta nxjerrin, sepse sot ndoshta nuk e kanë patur klipin gati, por e shoh Elionën në një lloj trekëndshi. Eliona më duket tepër e argumentuar, më duket e sinqertë në atë se çfarë ajo ndjen dhe në atë se çfarë ajo e thot, dhe mendoj që duke qenë e vërtet, duke qenë e sinqertë, edhe mund t'ja del që të jetë le të themi e preferuar në një farë mënyre tek publiku shqiptar. Dua të marr mendimin tuaj.